Lying awake with the sound of an emptiness. Good morning, Queen Ohema. Trying to sleep, but the silence is haunting this room. Mirë mëngjesi, përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Po ju them mëngjes sepse këtu është mëngjes. Këtu është ora 11. Sepse e dini qa, këto kohë të fundit ka disa ditë që Ohema po flen në mëngjes. Do me thënë, zgjodh nga ora 6-7, sigur ka orarin më përpara që pin, dhe nuk zgjohet, do me thënë është me sy mbyllur, edhe e lejt e krevati jon, se nuk e di nëse do e lejt e krevative të shëndronte do flinte, po gjithmonë këtë e kam bërë mëngjes që e marrë të krevati kur t'ja për të pirë, se Geri ikën në punë edhe është me mua, po edhe kur është Geri ishte në diel, e vendos të krevati jonë. Të me ditë kërcejnë të mama. E dini si më shef në kokrën e syrit. E thot, që thot kjo mame, pëse s'fol me mu, po fol me kamerën. Se keni idenë sa vëmendje donë. Do me thënë, kur Ohema është të zgjuar, ju betohem, vetëm do vëmendjen time. Edhe është gjë e mirë, sepse them, nuk më bën zemra ta le vetëm këtu poshtë me lodrat edhe të lozi vetë, me atë tapetin e vetë që ka, që i pëlqen shumë dhe kthehet, rrotullohet, prek, bën, jargët tani që i dalin, fut çdo gjë ngoj, dhe thënë ka ndryshuar dhe me të vërtet po shijoj tepër me mësinë në këtë fazë. Tani Ohema për 10 ditë i bën 4 muaj dhe është totalisht wow se si po kalon koha. Por kjo faza është faza më e bukur sepse fëmia të reagon, të qesh, të shtrëngon, të prek, të shikon në sy, do vëmendjen tënde. Po, jeta jeme. Çoqet e mamit. Çoqet e mamit e dojnë shumë vajzën teme. Gjitha e dojnë shumë. Kret mami pishin Ohema. Zemra ime i vesha këtë më ka gjatë sepse sot është bërë pak freskët. Usha mami ti, knaqet e mamin e vetë. Knaqet me mamin e vetë që kjo ushe. Po thoja që këtë ditët në mëngjes më kalon të flej dhe është gjëja më e mirë. Do me thënë, dihem se gjumi njerëz, gjumi vajza, mama, goca. Është gjëja më e rëndësishme në botë. Okej, më përpara mund të kisha ndonjë natë pa gjumë të vogël, para se të vjete Ohema. Kur isha pa fëmijë, mund të kisha një natë pa gjumë, po nuk krahasohet me disa net pa gjumë, se gjumi është shumë rëndësishëm për trurin, t'ju them drejtën, unë e vija re në fillim kur nuk flija mjaftueshëm, isha goxha nervoze, domethënë nuk mendoja mirë, nuk logjikoja mirë. Ndikon shumë tek njeriu gjumi. Po luaj edhe pak me Ohemën, edhe ndoshta do e vendos për të fjetë gjumin e parë, edhe pak, ka edhe një orë, do lozim. Edhe pastaj kur të flej do merrem me 2-3 punë, vendos të saroha për të larë, gjitha. Keni parasysh ditë hanë sot. Ohema ju përqafon të gjitha juve që shkruani për Ohemen. Po, mami, i puçti të gjitha. I ke gjanë, mama. Këtë është Gerit më ble një bostan, sot shikoni pak sa dora ime, shikoni pak sa është bostane. 33 euro, bostan ka ble, se kush do e hajë gjithë këta, se di po, tha që ishte e mirë, kështu që ta shojmë. Edhe me zi e preva kështu shumë keq, sepse nuk rotulloj, edhe duket është shumë e mirë. Duket super e mirë, ta provojmë tani, por shikoni pak, me zi a dola. Dhe të tregoja këtë 2 lodrat që i kam bler Ohemës në Amazon. Ohema po fut çdo gjë në gojë, çdo gjë që ka përpara, por e mora këtë. Është shumë interesante, u kënaq domethënë me këtë, sepse këto i fut në gojë, krun çat e dhëmbëve, ka zhurma, domethënë i pëlqeu me të vërtetë shumë. Gjithashtu mora edhe këtë, sepse e kam parë që është bestseller, e kam lexuar që është shumë mirë për sensors, thënë është super dhe është shumë i lakushëm. Edhe këtë e pëlqeu, por u mundon të ta fuste te goja dhe bëhej nervoze, sepse këtë s'ke qa fut në gojë. Pastaj edhe është këtë dhe okay, u qetësua. Kam marrë edhe këto për të vendosur tek xhami i makinës, te ana e Ohemës, ngjiten tek xhami dhe shikoni pak. Kanë edhe pak shurë dhe janë reflutura shumë cute me ngjyra që tërheqin në vëmendjen e bebit.
për ditën, mundohem çdo ditë kur Ohema flen, të bëhem gati unë, pastaj ajo zgjohet, pastaj e bëj gati Ohemën. Normal kur e bën gjumin e parë ditës, sepse sa zgjohet, e marr këtu, lozim, lexojmë, unë pi kafen, bëjmë moment gocash, e vendos aty tek jastiku i shtatzanis. Shikoni pak t'ja tregoj rrumurin, përveç kafes që e hoqa, kjo është rrumuja jonë e mëngjesit. Lodrat e preferuara të momentit të Ohemës, kjo super për tek kur e fut në gojë, ja kam treguar këto. Kjo është më shumë interesante kur e prek dhe emocionon shumë. Libri. Lexoj libra të ndryshëm në mëngjes kur zgjohet, kam këtë, kam edhe ato që ja lexoj në darkë, por kjo i pëlqen shumë, sepse është me këtë zogun, ka imazhe, dhe po mendoj t'i blej edhe të tjerë, sepse mërzitet gjithmonë në jetën. E vendos këtu tek jasteku përballë, ulem unë këtu, pi kafen, lozim, bëj muhabet. Kam filluar tani nuk e ndes televizorin kur është Ohema e zgjuar këtu, sepse është shumë ndoshta gjithë bebet janë kështu, unë nuk e di, bebja ime e parë është, po është shumë interesante, do të shikoj gjithçka, do të di gjithçka, edhe telefonin kur e marr ndonjëherë në dorë dhe e kam atë kur ja për të pirë ose thjesht për të bërë një foto, menjëherë ndalon çdo gjë edhe fokusohet tek telefoni, njëjtë me televizorin. Gjithkohës, domethënë e kthem tek kokën, e shikoja që edhe pse e ktheja prap kokën e kishte kështu dhe nuk e ndez më gjatë ditës kur është këtu. Tani që flen normal e ndez për të parë ndonjë lajm, ndonjë vlog, ndonjë gjë, ndërkohë që sillem rreth rrotull, edhe kështu. Të zgjohet Ohema, edhe pash një story të Ersit që kishte dalë me hec, edhe pse po dhe koha që është kështu, jo aq e mirë është me shi sot. Ja ka plas dje shi, unë lava gjitha të rrobat. Lava rrobat e Ohemës dhe rrobat tona, edhe i nxjerra në balkon sepse bënte një vap e papardhje, thash super, do më thanë rrobat me njëherë. Kur në orën 1 të natës, ja ka plas një shi fuqishëm dhe fatkeqësisht unë isha e zgjuar, sepse dje Ohema ka pasur një natë, nuk e di nëse po afrohet regresi 4 mujorshit, por që nejse, ka pasur me të vërtet mezika fjetur, jo se qante ose grinde, thjesht ishte shumë e lumtur dhe i kishte sy të hapur kështu. Do ju njoftoj për këtë, të shohim ndoshta thjesht ka qenë nga vapa, por që ishte hera e parë që kur ka lindë që nuk flinte deri aq vonë. Gjë që nuk ka pasur probleme të tilla. Nejse, dhe isha e zgjuar dhe kam dalë me njëherë jashtë te balkoni me Gerin, binte shiu ujë na bëri, domethënë as 5 minuta, futëm rrobat. Mbulova se kam një divan në balkon, mbulova me plasmas me plasmas divanin. E nejse, I kam këtu në salon rrobat, nuk e di që po thoja se ngalova nga rrobat tek nejse, jam pak e lodhe, jam pak pa gjumë, sot jam me 3 orë gjumë, por prap se prap, u bëra gati, do vishem tani, edhe do prestisht të zgjohet Ohema që të dalim, sepse, duhet që fëmijët mos ta ndjej lodhen time, ose atë humorin tim që është pak kështu, dita, prap se prap, we have to keep shining, duhet prap të ndriçojmë, edhe t'i japim fëmijës buzëqeshje, t'i japim maksimumin ton, sepse fundja fëmija është, nuk do marr karrocën sot, do e marr tek kanguri, meqense është edhe koha e keqe, nuk e dihet nëse fillon shiu më njëherë, futem më njëherë në stre dhe nuk kam qenë rraçe. Kështu, shpresoj që ju po kaloni një ditë me shumë gjumë se sa unë. Sepse te vlogu I pushimeve, dikush më tha që ju lutem tregoni realitetin. Unë gjithmonë tregoj realitetin, nuk kam se të gënjej këtu. Kështu që është një ndër ato ditët ku jam me pak orë gjumë. Po I gjithë sekreti është ta bash veten në pozitivitet. Ja, për shembull, do dal të bëj një xhiro në ajër të pastër, në ajër të freskët, me vajzën, do I tregoj lule, do I tregoj zogjt. Pozitiviteti tërheq pozitivitetin. Revolution, dreamer. Lying awake with the sound of an emptiness you left behind. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. Oh, I wish the sun would rise and see the clouds pass by. I didn't want to say goodbye to you, but you're gone. I don't wanna close my eyes. It feels like I'm falling
Geri erdhi nga puna dhe më solli këtë lulet. Sa bukur. Edhe më tha, you are a good mom. Faleminderit Geri. Dhe ashtu më solli të 2 kafet. Kam filluar të fiksohem me këto kafet. Fakt, po unë kam provuar atë që është me 0 sheqer dhe është me të vërtet shumë e mirë. Është me të vërtet 0 sheqer. Unë e pi kafen pa sheqer dhe kurse kam pirë me sheqer dhe nuk më pëlqen. Kjo i provova, se më kishte sjell 3. Është e mirë. E thot no added sugar, por jo, ka sheqer dhe nuk më pëlqen. Por e ka A këtu dhe ka protein, kështu që ndonjëherë, okay, por që ajo e zeza tek e zezë më duket është bardhezi që e kam provu te vlogu i kaluar është super. Ndërkohë turnin e ka marr babi Geri. Do vendosim lulet tek një vazo, po i lë kështu sot. Nuk po ja heq, do vendos te kjo vazoja. Edhe dhe lek kështu për momentin, thjesht do i pres pak këto, si janë pak të gjata. Edhe 30 minuta fillojmë rutinën e darkës të hemës, kështu që duhet i bëjmë gjëra shpejt e shpejt. Duhet ta lajmë në orën 7, ora është 6:30. Ja, kështu do duken lulet. Thjesht do vendos ujë, do vendos këtu. Këtu kam nxjerrur salmon për dark sot, edhe pul. 2 kofsha pule. Do ta gatuaj me patate dhe me karrotë në pul shpejt e shpejt. Ca tenxhere gjëra këtu për t'i larë që nuk i vendos makinë. Dhe pastaj, pasi ta lajmë hemën, ta ushqem, ta vendosim për të fjetur, unë duhet të shkoj në palestër dhe nuk kam fare dëshirë, por që duhet ta bëj. Këto janë gjërat e ohemës dhe gjithmonë i laj me këtë ilaçin dhe gjithashtu ka Geri që po lexon prallën e ohemës dhe ka edhe sfungjerin e vet që i përdor veçmas. Kam pompën dhe një biberon. Tadam, kështu është më mirë, më pastër dhe kjo do të thot mos prek. E kam parë një reels te Claudia Amazjaiku, nëse e ndiqni, që i kishte bërë që kur vendoset kështu peshqiri do të thot që askush nuk ka të drejtë të prek këtu. Do të thënë askush. Megjithatë, unë duhet të bëj darkën, do të thënë duhet të pres patatet, por tani po shkon ora 7 e duhet ta lajm patjetër ohemën se po i kaloj 1 minutë bëhet me nerva. Këtu kemi babi Gerin, sepse ohemës gati ka ardhur orari, kështu që po shkojmë ta lajm. Po bëj gati rrobat e ohemës, mos e vini re këtu rromujës, okay? Sepse sot ka qenë ditë e vështirë për mua, kështu që me këtë kohë nuk di se çfarë t'i vesh. Për shembull dje ishte 30 gradë gjatë ditës edhe lash me bati, pastaj në orën e natës ja plasi shiu dhe u fresku shumë. Dhe ja vendosa edhe thesin e gjumit, kurse tani nuk e di se që t'i vesh, sinqerisht. Është freskët, por jo dhe aq shumë, po mendoj t'i vesh një palë pijame koton. Edhe këto i bind vogla. Okej, po e provoj këto të shohem. Po ja provoj këto pijamet, sepse i kam edhe me zinxhir, po janë pak më trasha ato. Edhe nuk dua ta vesh as trash. Këto pijamet po ja vesh pas një gjë, pampersin, ja bëj gati këtu te kravati, sepse këtu e vesh kur vi nga dushi. Kështu që t'i bëjmë gati bashkë. Kështu është body, pampersi, kremi që deri tani ka funksionuar i mirë. Ju kujtohet që e mora te video kaluar, janë pastruar goxha ato ekzemën në shpinë. Dhe këtë vdes ohema kur ja bëj këto te faqet, i them skincare time, mami, skincare time. Si ka shumë faqet e thata, edhe ja bëj me këtë stikun. Ja kam treguar, është kështu. Edhe ja ly faqet e vogla. Shova mendje, do i vesh vetëm një body me krah të gjata, që është pambuk. Duket më ka dhuru Edona. Kështu që Edona, të përshëndesim. Këtë do e heqi. Edhe e vendos në gjumë me këtë, pastaj në orën 10-11 kur vim ne për të fjet, i vendos edhe thesin e gjumit edhe imi super. Lying awake I love you. Të qumshtin dhe anë tek banja ohemës. Wow. Oh, I wish the sun would rise and see the clouds pass by. I didn't want to say goodbye to you, but you're gone. Ora 7:30. Ohema në gjumë,
mbaroj. Inshallah sot flen mirë. Tani duhet të shkoj në palestër. Nuk kam dëshirë, nëse më pyesni a keni dëshirë apo jo, dëshira zero, por e di që kur të shkoj pasi do kthehem dhe do ndiem shumë mirë. Kështu që bëhemi gati, do veshi këtë, se kam disa ditë që kam veshur, ta vaj edhe kësaj herë edhe ta laj. Një për pantallona shkurtra, që i kam për sport, çorapet, atletiket, edhe të shkoj. Edhe të shkoj për 50 minuta, mbaroj. 5 minuta të shkoj, 5 minuta të vi, sepse kam 5 minuta larg sallën e sportit. Darka që ka bërgjeri, shumë pak si ka lënë pulën, salmonin. Nese, nësi ka që ka bërë. 3 libra që ju shtuan koleksionit të Hemës, morëm Lepurin, këtë likornën, nuk e di si thuhet shqip, këtë kalin, kështu. Dhe Breshkën, janë vërtet super libra, lexon që janë nga, do të thënë për bebet, dhe janë super sepse kanë shumë imazhe brenda dhe koka qëndron gjithmonë këtu e kafshës për shembull. Edhe shikoni sa interesante janë. Hema i adhuron. Ishin 2+1 falas tek kora, për juve që i toni këtu, kështu që i mora 3. Edhe po bëj çdo gjë që të humbas kohën dhe të mos shkoj, por jam gati. Jam veshur dhe le të shkoj. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving